ki frikë që po të ndodh një e keqe, thuaj hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ki frikë që dikush po ta bën të keqe, thuaj hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Don që më mri diçka në jetën tane, e ki si anër tjetës tane, thuaj hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Çka do me thanë kjo? Kjo do me thanë mu mjafton Allahu, e sa ja vlen mu mbështet tek Allahu azza wa jall. E argument për këto që pëthojna, Ibrahim a.s. kur ka ndasht me e hudh në zjarë, ka thënë hasbi Allah, mjafton Allahu wa ni'mal wakil. Këtë fjale ka thënë Ibrahim a.s. Muhammed a.s. kur ju grumbullu krejt fiset arabe kundër tina, edhe muslimanve, kanë thënë hasbun Allah, neve na mjafton Allahu wa ni'mal wakil. Do me thënë, kur ki frikë diçka, tutesh prej diçkafit, thuaj hasbi Allah wa ni'mal wakil. E argument që këtë fjalë ban me thënë edhe kur don me mri mirësitë e Allahut azza wa jall, anrat të tua të mira që ki qef me mri prej kësaj dunjas, pse është mirë me thënë këtë fjalë? Për shkak se Allahu azza wa jall ka thënë walau annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allahu min fadlih. Nëse njerëzit kënaqen me ato që ju ka dhënë Allahu azza wa jall, edhe me ato që është nda prej Rasulit a.s. prej mirësisë ti, edhe thojnë hasbun Allah sayu'tina Allahu min fadlih, edhe kanë thënë Allahu do të na jap prej mirësisë ti, do të na jap prej mirësisë ti. Domethënë, nëse tutesh prej diçkafit, thuaj hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Nëse ki qef me mri diçka, thuaj hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Shumë fjale lehtë, shumë e vlefshme. Por fund është një ajet që i përmbledh të dyjat. Domethënë, ja vlen me thënë këtë fjalë kur ki frikë prej diçkafit, edhe ja vlen me thënë këtë fjalë kur ki qef me mri të një mirësi Allahut azza wa jall. Ka thënë Allahu azza wa jall, thuaj ata që po i lutni përveç Allahut. Thuaj atyne, in aradani Allahu bi dhurrin, hal hunna kashifatu dhurri. Nëse Allahu don me rrok me në diçka të keqe, a ka mundsi dikush përveç Allahut me nala të keqe? Atë kuptimin s'ka. Edhe thuaj au aradani bi rahmatin, hal hunna mumsikatu rahmati. A ka mundsi ata që lutën përveç Allahut me nal rahmetin e Allahut azza wa jall? Qul hasbi Allah, thuaj hasbi Allah, mu mjafton Allahu. Thuaj këtë fjalë shpesh o musliman, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Në shumës njës hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allahu azza wa jall na bëf për atyre që thojmë shpesh këtë fjalë, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ati që i mjafton Allahu azza wa jall me zemrën e tina, i mjafton Allahu azza wa jall. Nuk është i mbështetën te Allahu azza wa jall. Në popull thonë, i lume e për veti, kë kam rrimin si të mdhaja.